Shoqja e ngushtë e Egli Takos, Paola ka qenë e ftuar në emisionin Big Brother Radio, nëpërmjet një lidhje Skype nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Elon Induro e pyeti nëse i pëlqen asaj gjesti për mikeshën e ngushtë. Përderisa asaj i pëlqen gjesti, unë nuk kam asnjë koment negativ për gjestin, tha Paola. Në fund të intervistës, shoqja e Eglit dha edhe një mesazh. Duke marrë parasysh të gjithë komentet negative aty jashtë, doja të thosha se ne si njerëz e humbasim busullën tonë diku dhe e rëndësishme është që duhet të gjejmë edhe rrugën tonë në errësirë. Egli është një vajzë që me karakterin e saj i ka dhënë shumë ngjyra këtij edicioni të Big Brother VIP. Më vjen keq kur dëgjoj disa njerëz aty jashtë që në petkun e statusit profesionist japin diagnoza për një vajzë e cila është në kushte jo normale e izoluar, dhe kjo është diçka që e lëndoi edhe Eglin kur doli jashtë. Mesazhi im është që duhet të jemi më racional me fjalët, komentet dhe me mënyrën se si në shprehemi. Shoqëria jonë ka nevojë për shumë dashuri dhe të jemi pak më empatik, tha Paola.